këtë legje? A do të merrni Gjatë pasi kryeministri që edhe presidente? A do të ndërmerrni hapa për konstituimin e kuvendit dhe institucioneve tjera të përnjufta? i përket kryesuesit s'ka vendos. A shkel kushtetuta me tjerën e seancës për të shtunën? Ne nuk mendojmë që është shkel kushtetuta. Kushtetuta si se të një shkak të këtyre momenteve dhe proceseve që i kemi kaluar, sidomos prej vitit kaluar, prej shkurtit do të thoja, zgjedhjeve të shkurtit të vitit 2025, ka shku duke u interpretu, duke u etablu edhe matutje interpretimi kushtetutës tonë, sepse i patëm disa momente edhe vitin e kaluar kur ishin të paqarta në aspektin konstitucional drejtimet dhe natyra e proceseve. Kështu që patëm disa referenca në gjykatën kushtetutëse edhe në vitin e kaluar dhe ato pastaj u etabluan si procese. Edhe kësaj radhe diskutimi është ka të bëjë lidhur me ditën e mbajtjes së seancës, edhe a e përbën një entitet vetëm, edhe a duhet kryhet brenda 24 orëve. Mbajtja e seancës apo jo. Sipas disa ekspertëve, të cilët dallojnë interpretime, mund të zgjasë edhe më shumë se 24 orë. Seanca konstituive. Kështu që kështu është duke ndodhur edhe tash. Thjesht është duke zgjatur më shumë se një ditë. Themelimi i kuvendit. Nuk mendoj që është dramatike. Situata që është për interpreton opozita. Nuk është dramatike. Domethënë është pjesë e formësimit të matutjeshëm konstitucional të vendit tonë. Kjo është e vërteta. Është një kur do të thirret seanca, është nuk mund të caktojnë. E cakton kryesuesi. Besoj që së shpejti do të shkruaj. Është një gjykim i vitit 2025, më saktësisht me 26 qershor, që thotë specifikisht pika 189 thotë se duhet në konstituu kuvendi Kosovës. Nëse nuk mund 30 ditë. Nëse nuk mund certifikimit. Pas certifikimit. Domethënë nëse nuk mund, çka bëhet? E pse nuk kryo drejtoni Po domethënë, po na nuk mund t'i drejtohemi me gjykatës kushtetuese. Ai që mendon që është shkel kushtetuta do të ju nuk mendoni që është shkel kushtetuta, përkundër që një gjykim i tillë thotë. Unë mendoj thjesht që mund të zgjasë më shumë se një ditë konstituimi i kuvendit. A do takojnë në partit? Mendoj që zoti Kurti po do t'ju drejtohet sërish. Si është një sepse kur nuk do të lodhemi nga dialogu politik. Do të vazhdojnë përpjekjet për konstituimin e institucioneve tona. Si është një formimin e institucioneve do të fikojnë. Edhe LDK-s edhe AK-s do të Paritjet e tilla sa mund të zgjasin, sepse pret edhe zgjedhja e qeverisë dhe e presidentit nga kjo konstituimi i kuvendit. Çdo dëm që ju po e konsideroni se mund të bëhet është më i vogël se ajo çka po në seancë. Celën e fundit, dhuna që ushtruan ndaj kryeministrit, aksion simbolik edhe ndaj deputetëve tonë, aksionet e tilla. edhe dyta, po ato ishin keq edhe atë.